Në kuadër të projektit Policimi në komunitetit zbatuar nga Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike me mbështetjen suedeze për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, u zhvillua një trajnim sensibilizues në vazhdim të një sër trajnimesh që Qendra e Këshillimeve Psikologjike Shkodër ka zhvilluar me policinë dhe me pas me banorët e lagjes Liria. Koordinatori i projektit në Qendrën e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike tha se ky trajnim është një mesazh sensibilizues dhe shërben për përmirësimin e jetës në komunitet. Në kuadër të zhvillimit të projektit nga Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike me mbështetjen suedeze për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, jena këtu në lagjen e Liria së bashku me Policinë e Shtetit për me realizu trajnime dhe sensibilizime me komunitetin e lagjes e Liria për mënyrat dhe efektet e komunikimit që ka komuniteti bashkë me Policinë e Shtetit. E njëjta gjë vlen dhe për Policinë e Shtetit me komunitetin. Shpresojmë që të bëjmë një punë sa më të mirë. Trajnime informuese, fletushka që pasqyrojnë një realitet tjetër nga ajo që është në jetën e përditshme, ishin vetëm një pjesë e zhvillimeve të bëra në këtë lagje nga Qendra e Këshillimeve dhe Shërbimeve Psikologjike me mbështetjen suedeze për Ministrinë e Brendshme. Të përmirësojmë cilësinë e marrëdhënieve të policisë së shtetit me të rinjt dhe komunitetin. Ka qenë kjo tema e sjellë në një trajnim të zhvilluar për këtë qëllim në shkollën Shejnaze Juka, ku të rinjt dhe forcat të policisë kanë dhënë mesazhe sensibilizuese për një bashkëpunim më të mirë nga këto dy palë. Psikologja Romina Dedi shpreh se ka gjetur mbështetje nga policia për këtë projekt. Kjo konsiston në motivimin e trenjve, gjithashtu atë forcave policore për me bashkëpunu sa ma shumë me njëra tjetrën. Në mënyrë që konfliktet zgjidhen një hap që janë qysh në fillim tyne dhe mos degradojnë në një masë më të madhe dhe një gjallë më të rëndë më vonë. Janë ba trajnime me forcat policore në mënyrë që me motivu për me kenë sa më afër nxënësve. Gjithashtu tash ka fillu çështja nëpër shkolla, vazhdon sot edhe në ditë në vijim për me motivu nxënësit tash në këtë rast për me kërku ndihmën e policisë. Ky projekt trajnimi vjen me mbështetjen suedeze nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit dhe i zbatuar nga Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, një trajnim i cili do të sensibilizojë komunitetin mbi rëndësinë e policimit në vend.